Shalom, vllamo të kudo që po më ndjek, Adonai qoftë me ty, me familjen tënde. Adonai do thotë mjeshtri, sunduesi, çdo atribut që jepet Atit, lavdimit të Tija është një emër hebre, Zoti që themi neve që janë atribute, është titulli i Atit, lavdimit të Tij dhe çfarë përmban hynia tonë e përjetshme. Sunduesi, mbreti i lavdisë që ka krijuar çdo gjë në mrekullinë e Tij dhe ka vendosur planin e përjetshëm, për secilin prej nesh, lavdimit të Tij. Halleluja. Okej, jemi sërish së bashku, diçka të vogël teknike, dhe më ndaj do shkojmë në shkrimin që kemi nevojë në këto orë të fundit për lavditë të Tija. Më falni një moment sa të sensibilizojmë zemrat e tjera. Do kemi shumë gjëra që do flasim për ndërtimin, kurajimin tonë, sensibilizimin tonë për shumë aspekte që janë në zemrën time, kanë me vite që janë digjet fjala e Tij brenda në zemrën time për të orët e fundit, për të marrë jetën e përjetshme, atë kurorën që është premtuar, se cilit prej nesh është premtuar lavdimit të Tij. Edhe një herë vëllazër, mirë se erdhe, lavdimit të Tij. Ja, më lejo të organizohemi pak për lavditë të Tij. Okej. Siç e shikoni në ekran, ministria tonë gjendet në YouTube, ku mund të nënshkruhesh për lavdi të emrit të Tij. Mund të mirëpajisësh në këto orë të fundit për fjalën e vërtetë, fjalën që Mesia predikoi, lajmin e mirë të mbretërisë. Kjo ministri, kjo asamble, vëllazër, ne vazhdoj të sensibilizoj zemra për lajmin e mirë të mbretërisë së vërtetë, jo disa aspekte mos andaj që janë ngelen pa u kuptuar, po kjo, po ajo, do t'i flasim, është mësimi që po mbaroj, një mësim shumë të mrekullueshme, është për eskatologjinë, për ngjarjet e kohës së fundit, në detaje, të librit së zbulesës, lavdiatit, nga ana tjetër kemi profetët, letrat e apostujve dhe mbi të gjitha çfarë mbreti i lavdisë, Zoti tonë, Yeshua Mesia, tha, Krishti, farfoli, dhe disa prej tyre do t'i prekim sot, të inkurajoj, mund të shikosh në këtë rast videot, shortsit që janë në 9-3 minuta, live që kemi bërë dhe tani jemi live një të njëjtën kohë dhe në YouTube, dhe playlista që është fokusuar më në temat, çështjet e caktuara që i përkasin mos andaj mbretërisë, dishiplizimit tonë, lavdi emrit të Tij. Një email në google.com dhe mos andaj hyn dhe abonohesh dhe je fokusuar lavdi emrit të Tij për çdo aspekt, për mirëpajisjen tënde, në rrugën tënde të besimit. Okej, vazhdojmë. Fjalë të urta 1. Fjalë të urta të Solomonit, birit të Davidit, mbretit të Izraelit, për të njohur urtësinë. Prap njohja e urtësisë. Lavdi emrit të Tij. Urtësia është e dobishme për drejtim. Urtësia është aplikimi i urdhërimeve të Atit. Kjo është urtësia jonë, sepse ka qenë me Atin që në fillim dhe kishte Ati dhe shpalli lavdi emrit të Tij, sepse është karakteri i Tij. Që neve të mësojmë gjykimet e mençura. Ka urtësia që Ati në këtë rast i derdi edhe Solomonit lavdi emrit të Tij. Për të ditur si të veprojmë me urtësi, me drejtësi, duke zbatuar ligjin. Po zbatove urdhrimet ligjin e Atit, ke siguruar urtësinë, po ecën në drejtësi. Dhe ke gjykimet masandaj që ti gjykon me anë të urdhrimeve të Atit në familjen tënde, në asamblen tënde, çështjet brenda mureve të shtëpisë tënde, tha ligji për 3:17, kur
ka diçka, si thanë e ligji për të rirë 17, kur ndodhe diçka brenda mureve të shtëpisë tënde, thot vetë shkrimi Lavdiatit, ti çfarë do të bësh, thot? Shko, thot, dhe konsultohu. Konsultohu, thot, me zyra që ati ka vendosur për të gjykuar me anë të ligjit, thot, dhe tani e beri me anë të Mesias, Efezianët 2:20, 4:20 njëtin kohë, Lavdiatit, okay, thot, në rast se paraqitet një rast shumë i vështirë, thot, për ta gjykuar, thot, në brenda grindje, thot, brenda portave të shtëpisë, atëherë do të çoje, do të shkosh në vendin që ka zgjedhur Jahve Zoti yt. Dhe do të konsultohesh, thot, në këtë rast me zyrat që Mesia ka vendosur për neve tani, Lavdiatit. Do të këshillohesh me ata dhe ata do t'japin vendimin e gjyqit Lavdiatit. Okej. Ja ta marrim këtë varg, lavdimet të tia, dhe ti ta shikosh në ekran. Ne mësojmë nga shkrimi se cili për nesh mua përfshirë çdo ditë me zemër të përullur dhe nuk kemi askush, jemi plurë përpara tia, edhe njerëzit masandaj mendojnë me të zbatuar urdhrimet e Atit, ja, shikon, por nga ana tjetër, jo, unë thot s'kam asnjë gjë, unë s'po praktikoj gjë të gabuar, unë jam mirë, kam doktrinë e shëndoshë, kam hequr ligjin, doktrina e shëndoshë, ajo që nga doktrina e shëndoshë, Triniteti, doktrinë e rreme që nga doktrina e shëndoshë. Sa jam munduar, sa u mundova, dhe por zemra është ngurtë, janë sy të krenare, nuk duan t'ia dinë për ligjin e Atit. S'ka gjë, mund ta heqë nga Facebooku, s'ka gjë, vrapojmë utru për vende që nese nuk vrapojmë dot nga Ati. Kjo është struktura e mirë që ne mund të marrim në jetën tonë, për disa dhe për neve, sepse ai sytë e tij shkojnë lart e poshtë. Sytë e tij për të shikuar nëse dikush pranon rrugët e tia. Kjo është urtësia që ai ka vendosur. Okej. Jemi në ligjin për të rirë 17. Dhe kjo është një nga struktura që është aktualisht në kishën e tia. Okej. Në rast se paraqitet një rast shumë i vështirë, thot, brenda në këtë rast portave të tua, thot, do të çohesh, do takohesh, do shkosh në vendin që ka zgjedhur Jahve Zoti yt. Do takohesh me priftërinë të Levitikët. Tani kemi përmbi këta është Mesia që ka dhënë zyrat të vëlla motër. Libri është i përsosur, i përjetshëm. Mesia praktikovi zyra e kryepriftit të sipas rendit të Melkizedekut, që ka Mesia tani është përmbi ata dhe ka dhënë në Efezianët 5:20. Dhe në këtë rast neve duhet të këshillohemi me ata që janë në funksion me ta, të këshillohesh sipas kujt? Këshillimi me anë të gjykojmë, me anë të ligjit të Atit, të marrim kuptueshmërinë, të shikojmë ecjen tonë ku jemi. Ja, se po kërkonja të thash ku ishte. Për të marrë, për të ditur në këtë rast urtësinë, drejtsinë dhe gjykimin. Që të mësojmë çfarë? Të mësojmë gjykimet e mençura. Si do t'i bësh gjykimet e mençura për të marrë gjykimin? Do konsultohesh me zyrat që Ati ka vendosur në atë 5 zyrat në kishë, nëpërmjet dhuntive që dha, që të konsultohesh me anë të tyre për të gjykuar në bazë të urdhrimeve ligjit të përsosur të Atit. Lavdimet të tia. Do konsultohet me gjykatësin në funksion me ata ditë, thot ata do të shpallin vendimin e gjyqit, thot. Dhe çfarë takon ty, thot, ti do të përmbash vendimit për ata që kanë treguar në vendin ku Jahu ka zgjedhur, ka plot vendit që ka zgjedhur, mjafton ti të shikosh përreth, dhe në këtë rast ti thot do kujdesesh të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar, ndërkohë neve duhet të mësonim disa gjykime apo jo. Duhet të konsulto me ta, nëse mëson dhe do të bësh të gjitha ato që të kanë mësuar, do t'i përmbahesh ligjit që të kanë mësuar dhe vendimit që të kanë deklaruar dhe nuk do të shmangesh nga vendimi që të kanë treguar as djathtas, as majtas. Dhe ishte ligji në këtë rast që gjykonte lavdi emrit të tia.
Isaia 8 thot përmbaju ligjit dhe dëshmisë. Ligjit dhe dëshmisë. Dëshmisë. Dhe në këtë rast thot kur ecë me ligjin dhe me dëshminë që ati ka sjellë të përjetshme, ke dritë thot, sepse nëse dikush nuk flet sipas ligjit dhe dëshmisë, nuk ka dritë për të ndriçuar në jetën tënde. Me çfarë do eci njeriu? Që ti të ndriçohesh në Efezianët, të kesh njohurinë e Atit dhe të ndriçohen sytë tanë, themi. Do thotë që të vjen kuptueshmëria. Ligji është dritë, ne nuk duam. Hiqe diçka që është dritë, çfarë do marrësh? Errësirën. Mos ndoshta ka ndonjë ndriçim në sytë e mendjes tonë, ka fjalën në kuptueshmërinë e mendjes tonë, të zemrës tonë. Hiqe karakterin e Atit, me çfarë po ecën? Po ecën në errësirë, vëlla motër, mund të dalësh, ka një kohë pendimi për secilin prej nesh. Por puna është a do t'i pranojmë neve të hyrjen e fjalëve që është ligjit i përsosur këtu në Psalmi 119 që vetë Shalomoni thot masandaj në kapitullin 2 për t'i pranuar në zemrat tona. Për të dhënë shkatësi njerëzve të thjeshtë, prap. Ligji përsosur i Atit vend të urtë njerëzit e thjeshtë. Për të marrë njohje, reflektim të riut. Ti që e ri, mund të marrësh nga urdhrimet e Atit, fillon besh i urtë. Fillon veçohesh nga mëkati, nga shkelit e ligjit, veçohesh nga miqësitë e gabuara, nga praktikat e gabuara, nga datat e gabuara, nga kalendari i gabuar. Dhe mban kalendarin e Atit. Nëse ke një zemër, mund të të ndihmoj. I urti do të dëgjojë dhe do të rritë urtësinë e tij. Njeriu zgjuar do të përfitojë këshilla të urta. Për të kuptuar një sentencë dhe një enigmë, fjalët e të urta dhe thëniet e tyre të errta. Shumë herë neve shikojmë, nuk i kuptojmë, na duken të errta, se kuptova. Ndërkohë, Pali thotë që ne nuk duhet, Petri thotë, që kur Pali flet disa gjëra, thotë ne nuk duhet të gjërat e errta që na ngjajnë fillimisht sapo e lexojmë. Duhet i shtrembrojmë, se pasandaj ndodh për humbjen tonë, thotë, për shkatërimin tonë. Frika e Jahve është fillimi i njohjes. Kjo është parim në jetën tënde. Ti merr kuptueshmërinë e frikës së Atit që masandaj ti ke filluar të njohësh karakterin e tij. Po njerëzit e pamend përçmojnë urtësinë dhe udhëzimin. Shumë herë udhëzojmë, shumë herë flasim për urtësinë e Atit, që është disiplinizimi në jetën e një besimtari, por a pranohet? Njerëzit e pamend e përçmojnë. Ja, sigurovi për mua. Sigurovi? Okej, sigurovi. Rregull. Vazhdo të ecën pa udhësi, se pasandaj merr ato gjërat e mira të kësaj bote, strukturës që Satani ka krijuar, apo se dikush lëvizi me anë të emocioneve, apo fillojnë vllazëritë dhe pasandaj dhe Ati sigurovi, Ati shumëzon me zero ato gjëra, vitet në shërbes të dikujt. Po jeta e përjetshme në këtë frika e njohjes që është me anë të zbatimit të ligjit të Atit, që është fillimi i njohjes, urtësia, që po na flet që ti dhe unë të marrim urtësinë, mos e përçmojmë urtësinë dhe udhëzimin. Frikan e Jahve në këtë rast që na duhet. Çfarë tha për frikën e Atit, që të kuptoni frikën e tij apo jo? Në rast se çfarë? Pranonim urdhrimet e tij. Ndërkohë ne nuk pranojmë urdhrimet e tij, nuk do ta dimë për ligjin e përsosur, unë po eci mirë. Dhe po fut në paudhësi dhe në gropë dhe të tjerët. Dhe ata në këtë rast përtej në kodrat e Pogradecit. Kohët janë të tilla. Nuk do rrim heshtur. Dhe në terren kur jetë koha e caktuar për të mbjellë kishat e vërteta me njerëzit që kanë një zemër të vërtetë. Por ju që jeni atje që dëgjojnë, ju në fshat, kur dikush ecën në paudhësi, ti nuk do ta dëgjosh. Kur dikush ecën dhe të thotë që mblidhu këtu tash sepse ja dita e diellit dhe harron sabatit, urdhrimet e Atit, festat e tija, ligjin e përsosur, ti nuk do ta ndjekësh sepse janë mësime të rreme.
Dhe ajo tjetra që vjen masandaj nga Gjermania, po vjen me çdo lloj strukture të frymrave dhe është e mbushur masandaj me zjarre të tjera. Aj, ku jemi sot? Aspektet të thjeshta, themelet e jetës tonë. Ati thotë, pranoni ligjin tim, mos e shfuqizoni, thot Mesia, sepse unë nuk erdha për ta bërë, jo është hequr. Po kur ti shkon kundra Krishtit, me kë je? Dhe dali masandaj online, si shikojnë tjetri ati masandaj dhe bëjmë një like, bëjmë ajo. Dëgjojnë atë mësimin e parë dëgjoni 3 njerë. Dëgjoja, është në kanalin tonë, ja mund ta ethë në koment, ja më falja, se po edhim për momentin, që ta marrësh. Nuk e di, bëj një koment, nuk e di vëlla, ti thua Elohim është fjala e gjuhës shqipe këtuja. Ylli im, Elohim do thotë është fjala hebraike, nuk është gjuha shqipe, nuk ishte e para që u krijua, është gjuha e krijimit është hebraishtja që ka ati. Po flasim Elohim, do thotë në këtë rast për nga hebraishtja, do thotë Zoti, në këtë rast që është një titull, okay? Remi, nuk e di, a do ta dëgjosh apo gjithsesi, normal janë komente që ne mund t'i bëjmë të tëra. Shqipja nuk do jetë më në mbretërinë e Krishtit të Mesias, asnjë gjuhë tjetër, përveç se gjuhës së krijimit, që është hebraishte, që thot profeti vet, profeti Enoku, lavdiatet. Ja, më lejo të etha dhe këtu në Facebook dhe në Telegram, më fal në Telegram, në YouTube, një mësim kaq të rëndësishëm që unë lutem atë ti ta shikosh. Studimin e kapitullit të parë të letrës së parë të Gjonit në kapitullit 3. Kapitulli 3 që ti mund ta marrësh në zemrën tënde. Ja, po e bëj dhe komente, nuk e di në YouTube në këtë moment dhe në Facebook. Që lutem se cili për nesh mund ta shikoje. Shikoje këtë mësim që sa po bëra para 2 ditësh. Lavdimet të tia, që ti mund të gëzosh themelet bazë që kanë folur hapërzi. Prandaj, ndoshta disa për ju e panë mësimin në Facebook para disa ditësh, por janë 40 minuta që mund t'i shikosh në urtësinë e kohës që neve mund të marrim në jetën tonë. Në atë kapitull, dhe do kuptosh masandaj çfarë është frika e Jahut, akoma më thellësisht. Dhe cilët janë 2 grupe persona në ai kapitull, që është në harmoni me Gjonin 8 masandaj. Vazhdojmë. Lavdimet të tia. Frika e Jahut është fillimi i njohjes, neve marrim urtësinë dhe kur kemi çfarë, kemi ligjin e përsosur të Atit. Se ligji i Atit na bën të urtë njeriu e thjeshtë. Kuptoj interpretimin vëlla motër. Kuptoj interpretimin që na jep shkrimi. Mos i harro këto vargje, sepse këto vargje kanë hequr. Këto vargje shumë mirë njerëzit edhe i citojnë. Psalmi 1 është i mbushur dhe mund të rrim për orë të tëra. Sepse ne duhet të meditojmë tek ligji i Atit për që qenë të frutshëm në jetën tonë, në shpëlizimin tonë, në zemrat tona dhe për të mësuar të tjerëve që Mesia thoshte në Mateu 5:19, lavdimet të tia. Profeti Baruku thot, urtësia në këtë rast që flet në kapitulli 3, e thotë në kapitulli 3 thot urtësia që është urtësia e Atit dhe ndoshta mund ta shikojmë, duhet ta kem këtu ja. Nuk e di pse se pas kam vendosur këtu ja, po. Okej, nuk e pas kam, por në kapitulli 3 të inkurajoj shikoje. Janë libra që kanë qenë deri në 1800 në Bibël, por njeriu pasaj e hoqi profetin Baruku, janë 2 librat e tija, 2 e Barukut, e para Barukut dhe 2 e Barukut, lavdiatit. Urtësia e Atit thot është libri i urdhërimeve të Zotit, të Elohim. Dhe ligji që qëndron për gjithmonë. Urtësia e Atit është libri i urdhërimeve të tija, ligji që qëndron për gjithmonë.
urdhërimet, ligji, fjala është e njëjta koncept që Ati e ka vendosur për jetë. Të gjithë ata që e mbajnë fortë do të jetojnë. Ke urtësinë që është dhe jep detaje çfarë është. Urtësia, ja po e ve këtu sepse në kapitullin 3 mos andaj do ta shikojmë më vonë, por urtësia. Të gjithë ata që mbajnë fortë do të jetojnë. Dhe ata që e braktisin do të vdesin. Ata që braktisin urdhërimet, ligjin e Atit që përben urtësinë e Tij. Çfarë tha pak më përpara? Që urtësinë e Atit kur e braktisim masandaj, çfarë ndodh? Që njerëzit e pamente përçmojnë urtësinë dhe fjalët e urta 10:8 thot i urti zemërbuti pranon urdhrimet e Atit, por fjala mani budalla, fjala mani i pamentë do të rrëzohet thot. Sepse nuk i pranon urtësinë, urdhrimet, ligjin e Atit. Dhe kur nuk i pranon vëlla motër mos çfarë ndodh, vazhdon të jesh në mëkat të vazhdueshëm. Sepse largimi nga urtësia është mëkat, e thot. Prap, do të shikojmë vargjet. Largimi nga urtësia e Atit, nga karakteri i Tij, largohesh prej Atit, hyn në mëkat. Në mënyra të ndryshme, tash do shikojmë detajet vëlla motër na merr, por ti kuptoje konceptet në këtë rast që po t'ja bazë, masandaj ti shikon urdhrimet. Ja ku është sabati, ja ku është ngrënia pastër, thekët që duhet të mbajmë. Ne kemi turp të tregojmë që jemi të Atit. Që çfarë? Që të gjithë ata që e mbajnë në fortë në këtë rast urdhrimet ligjin e Atit do të jetojnë. Ky është urdhrimi statutet e Atit që ka urdhëruar të mësojnë për të zbatuar në vend, për të marrë zotërim, me qëllim që të kesh frikë nga Jahve Zoti yt, të respektosh gjatë ditëve të jetës sate, ti, yt bir dhe djalit tënd, të gjitha statutet e urdhrimet e tij që po t'i jap, me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Kur mban ligjin e Atit, urdhrimet e Tij, fillon në këtë rast ke frikën e Tij në të njëjtën kohë dhe ditët tona zgjaten. Të gjithë ata që e mbajnë fortë do të jetojnë. Të njëjtën gjë, çfarë profeti tha, lavdijemi të Tij. Ati tonë, Zoti tonë, krijuesi në këtë rast apo e vetë ta kuptojmë, Zoti është dritë. Dhe në të nuk ka kur fare errësire. Okej? Në Mesian, në këtë rast që po fletë, më fal, jemi në vargu 4, është për të prekur, por në atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve. Kjo fjala atë këtuja është fjala, do ta shikojmë më vonë, por ka të bëjë me fjalën e Tij. Fjala Atit jep jetë. Dhe jeta është drita e njerëzve. Ajo fjala Atit na ndriçon. Se në fillim tha është fjala Atit, apo në fillim ishte fjala që ishte me Atin. Ajo fjalë, ja po e vëm në përkufizim këtu ja që ta kuptojmë. Fjala Atit, fjalimi, fjala vëlla motër, kaq mbaron atyja. Fjala Atit është dritë në shtegun tonë, lavdijemi të Tij. Atë po thoshte Gjoni, drita e njerëzve. Dhe Jashua foli përsëri atyre në Gjoni 8:12 duke thënë që unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të eci në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Jam plot i sigurt që ky varg në këtë rast neve, ja, unë po ndjek atë edhe kaq. Se si po e ndjekim neve, çfarë predikoj, çfarë praktikoj, çfarë na la, çfarë na këshilloi, çfarë na mësoi Mesia Krishti. Na mësoi ligjin, urdhrimet e Atit që zyra e Tij përbente për të rafinuar zemrat, për të kthyer, restauruar marrëdhënien e popullit me Atin. Ligji i Atit është dritë. Ati është dritë. Fjala Atit është dritë. Për ne, Mesia thotë, unë që jam fjala Atit në mish njeriu, jam drita e botës. Dhe kush më ndjek nuk do ecë në errësirë, por do ketë dritën e jetës. Kush zbaton çfarë unë them,
Urdhërimet e Atit tim nuk do eci në errësirë, por do të ketë dritën e jetës, do ketë kuptueshmëri, do ketë ndriçim të mendjes së tij dhe kështu do gëzojë jetën e përjetshme. Lavdijemi të tij. Prandaj thesha që ligji i Atit është dritë, urdhërimi është një llambë. Drejqet e mësimit të atij ligji na çojnë në rrugën e jetës. Në rrugën e jetës, ja ku kemi rrugën e jetës. Kemi hapur azi rrugën e jetës në ekran. Ja ku është rruga, ligji përsosur në Psalmin 119, që është llambë dhe është dritë në shtegun tonë, është llambë në këmbën tonë. Pse është llambë në këmbën tonë? Me këmbën neve bëjmë hapa, ecim apo jo. Çdo urdhërim që neve mbajmë me Atin, po ecim mirë. Po ecim mirë. Dhe nuk ecim në errësirë. Sepse ligji i tij është dritë. Urdhërimet e tij janë dritë. Dhe në këtë rast janë llambë. Llamba ka dritën e saj të kufizuar në këmbët tona. Veri një llambë qëndron aty. Fenerin që kishim që në kohën lavdiatit, mund ta vesh aty, që ka llambë, ajo llambë ka dritën të kufizuar dhe na duhet masandaj që ajo drita e asaj llambës të shtohet për ne stegu tonë. Dhe si do ta dimë? Duke ditur që ligji i Atit që përmban shumë urdhërime, do thotë që ligji ka një dritë më tepër se urdhërimet të caktuara, sepse është kushtetuta e Atit, është karakteri i tij. Atëherë kur ti dhe unë mbajmë urdhërimet të caktuara, ne po ecim mirë, themi, domethënë ne po ecim urtësisht me në këtë rast në karakterin e Atit, siç Mesia eci, po jemi në këtë rast jemi duke nderuar gjakun e beslidhjes. Shumë urdhrime që neve mbajmë gjatë jetës tonë, ne jemi diku ecur në shtegun tonë dhe jemi në dritë, themi. Dhe masandaj thotë vetë Pietri që një person që nuk do të zbatoj ligjin, nuk do të vijë, thotë, në ligjin e tij, thotë, sepse zbulohen veprat e mprapshta. Ai që masandaj i bën ato veprat e mira, urdhrimet, ligjin e Atit, ai nuk ka turp, thotë, sepse gjërat që ai po i beri, u beri në Zotin, thotë. U bën në këtë rast në karakter, në marrëdhënie, ishin në vullnetin e tij, domethënë që ndron me Atin, sepse po zbaton urdhrimet e tij, ligjin e përsosur të tij, që është dritë në shtegun tonë. Apo se shkrimi. Urtësia që vjen nga lart, më së pari është e pastër. Okej, është e pastër. Si mund ta bëj të pastër njeriu rrugën e tij vetë se duke ruajtur urdhrimet e tua? Do të thënë kjo urtësia që ishte me Atin që nga lart vjen në jetën tona me anë të shkrimit që neve lexojmë, prandaj fillimisht e pranojmë ligjin dhe fillojmë të marrim urtësinë dhe ajo që Ati dërgovi nga lart, që është këtu në duart tona, pasandaj është e pastër dhe kështu dhe neve pastrohemi. Dhe si mund ta bëjë njeriu rrugën e tij të pastër veçse duke ruajtur urdhrimet e tij? Është pajtuese, po na pajton me Atin her pas here, lavdiatit. Jo sepse e shkelëm në një moment, masandaj neve rrëfejmë atë shkeljen e atij ligji që përben mëkatin dhe Ati na pastron nga çdo paudhësi. Restaurohet marrëdhënia, jemi në pajtim me Atin, jemi në harmoni me Atin përsëri. Urtësia që vjen nga lart është e butë, por a mbillet në një zemër të butë? A mbillet në një zemër të butë? Le ta shikojmë mbjelljen në një zemër të butë apo jo? Ja më lejo ta marrim atë zemrën e butë. Një moment sa të ta nxjerr atë zemrën, një shkrim të shumë të rëndësishëm në jetën tonë që do na ndihmonte. Wow, ka shkuar pak dhe akoma nuk kemi lavdimet e tija. Nëse
Do vazhdojmë derisa ti të mundur. Jeni ti, okej. Le të shkojmë mbjellje në një zemër të butë apo jo? Çfarë neve duhet të bëjmë? Okej. Okej, lavdjatit e pas kam këtu, ja, okej, që thash se mos e kisha diku tjetër, por hmm, po që nga pa pjesërisht më duhet një varg vetëm. Okej, një varg vetëm dhe mos ndaj. Lavdjatit. Okej, e gjetëm. Ja, një moment sa të marrim. Okej. E butë dhe nuk është larg sepse në kapitullin 1 foli i njëjti apostull Jakobi, flet hapurazi në këtë rast të thotë në fillim thotë çfarë, sepse për të pranuar çfarë urtësinë, ne duhet të bëjmë diçka sepse urtësia nuk vepron nëse ti dhe unë nuk heqim disa gjëra që janë të papastra, pendimi thotë dha motër, është një nga bekimet që Ati na ka dhënë. Dhe neve çfarë bëjmë? Pranojmë me butësi lavdi emrit të tia. Fjalën. Pranojmë me butësi. Ja zemra që pranon dhe kështu neve mbjellim dhe ajo fjalë, mos andaj mund ta shikojmë më vonë, por e shikojmë me një në ekranin që ajo fjala është ligji përsosur i Atit të lirisë. Që kjo është fjala e tia. Që neve duhet ta pranojmë dhe folëm për pranimin në Psalmin 119 apo në Fjalëta 2, që të pranojmë. Mos ndoshta apostujt të thanë diçka ndryshe, cituan aspekte që ata ishin shumë familjar në rrugën e tyre, i dinin librat që kishin lavdimit të tia dhe lavdiatit ja një moment sa të ruaj pak. Fjala, urdhërimet, ligji përsosur i Atit që ti dhe unë e mbjellim në zemrat tona. Fjalëta 2 pranon thotë e mbjell brenda teje në zemrën tënde. Hyrja e fjalëve e ligjit të përsosur urdhërimeve të Atit na jep ndriçim në atë thjessin tonë, na bën të urtë. Na jep kuptueshmëri lavdimit të tia. Dhe neve çfarë do të bëjmë? Ne duhet të pranojmë me butësi dhe këtu qëndron e tërë kontekstin e jetën tonë, të vazhdueshme. Por pyetja qëndron, a do ta pranojmë ligjin e përsosur të Atit derisa Mesia të vijë? Do janë disa pyetje që unë bëj her pas here dhe vajtoj, masandaj për çdo lloj personi që afrohet, masandaj dhe dali me çdo lloj strukture apo si të themi diçka, masandaj dhe Ajajaj. Dhe çfarë jemi neve, masandaj bëhemi berës të fjalës apo dëgjues të saj? Sepse në fundit që unë po shikoj në ekran që kur pranoj urdhrimet e Atit, ligjin e tij të përsosur, që është konteksti, masandaj i tërë kapitullit këtu ai ligj i përsosur më jep jetë dhe është në gjendje të shpëtoj shpirtin tim, sepse kështu nuk po më katoj vëlla motër. Në të mirën time të mundshme, por jo ta heq fare, sepse masandaj çfarë? Ti dëgjon shumë herë dhe fjala tani që po predikohet ligji i tij përsosur, urdhrimet që ti pranosh me butësi në zemrën tënde. Por nuk duhet të jemi vetëm në këtë rast dëgjues, por duhet të jemi berës. Berës të urdhrimeve të Atit i pranove, fillo praktikoj, fillo bëj.
Se ndryshe mos andaj, harrojmë kush jemi. Identiteti që sot mungon në Shqipëri dhe përtej, i një besimtari, sepse nuk jash predikuar urdhrimet ligji përsosur të atë që jep identitetin, dishiplizimin, themelet, shtëpinë në Mesian, shtëpia në shkembin. Dhe nuk rrëzohesh, paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e Tij. Psalmi 119, 165. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e Tij, dhe asnjë gjë nuk do të rrëzojë, thot. Nuk të rrëzon asnjë gjë. Por puna është që neve bijem në mëkat në shkeljen e ligjit apo në filozofitë e njerëzve që shkojnë mbas tyre dhe rrëzohemi mas andaj dhe ndodhin këto gjëra në jetën time. Ja, s'po shkojnë këtu ja. Por apo ecim në urdhrimet e Atit, apo i pranojmë me butësi ligjin e Tij, urdhrimet e Tij, fjalën e Tij? Ky do të jesh ti ai personi vëlla motër i nënvizuar me të zeza. Fal me grin që kam bërë. Dërsa ai që shikon me vëmendje ku në ligjin e përsosur të lirisë, ti dhe unë duhet të shikojmë me vëmendje, i pranojmë dhe shikojmë me vëmendje, mos andaj okay, e pranova që karakteri i Atit janë ka për mua akoma. Mesia e erdhi dhe shfaqi karakterin e Atit, si e shfaqi duke ecur në urdhrimet e Atit. Okay, atëre çfarë do të bëj? Fillon ti i shikon me vëmendje në personalen tënde, në intimitetin tënd, duke lexuar Biblën e plotë. Jo ato Biblën e plotë të studimit, merr ato komentet e filozofëve që kanë bërë, mas ndaj kanë hequr karakterin e Atit. Lexo shkrimin e plotë. Që apostulli tha duhet të ngulmojmë, të kushtojmë vëmendje, tha, apo jo. Ti kushtojmë vëmendje, prapë do t'i kushtojmë vëmendje. Në leximin e shkrimit e para Timoteut 4:13, shkrimi që është ligji dhe profetët. Apostulli Shaul thot Timoteut që duhet t'i kushtojmë vëmendje në leximin e ligjit dhe të profetëve, që është shkrimi. Sepse shkrimi na pajis, na bin, na ndrejq lavdiatit, na drejton. Jo, ato gjëra janë hequr. Ai. Është alarmuse në Shqipëri, është alarmuse. Sepse shikoj që like nuk ndodhin me, po komentet apo personalisht të thot një vëlla një motër, vëlla, këto gjëra që po fletu nuk i dija, çfarë duhet të bëj? Këto gjëra nuk po ndodhin. Do thotë që është emergjenca e zemrave të ngurta që nuk duan të fitojnë në jetën e përjetshme. Lutem Atit të kthehemi në rrugët e Tij, në urdhrimet e Tij sa më përpara. Sa më përpara, dhe kështu mas ndaj duke ngulmuar në ligjin e përsosur të lirisë. Dhe nuk je dëgjues harraq që tha që nuk duhet të jemi çfarë? Dëgjues harraq. Ja ku kemi dëgjues i fjalës, dëgjues vetëm i ligjit të përsosur, është e njëjta koncept, e njëjta fjalë që përdoret në kontekstin hebraik. Urdhrimet, ligji, fjala është një. Njëjta fjalë. Por jemi berës, ngulmojmë të ligjit të përsosur të lirisë dhe kështu je i lumpur në veprimtarinë tënde, në aty ku je në fshat apo në qytet, thot ligji për të rinjtë të tetë. Duke zbatuar me kujdes urdhrimet e Tij. Efesianët 5, 8 deri në 10. Sepse dikur ishit në errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ecni pra si bijtë të dritës. Ecni në urdhrimet e Atit, në ligjin e përsosur që është dritë, thot. Ecni në urdhrimet e Tij, sepse fruti i frymës konsiston në gjithçka që është mirësi, drejtësi dhe të vërtetë. A është karakteri i Atit? Po, lavdimi të Tij, Ati është i mirë, është i drejtë, është i vërtetë, apo jo? Okej. Çfarë tha? Që karakteri i Tij është i drejtë, ligji i Tij është i drejtë, i mirë dhe i shenjtë. Dhe është gjithashtu ligji i Tij është i vërtetë. Dikush mas andaj mund të flasi për frutat e frymës, frutin e frymës, ndërkohë, a nuk e kemi idenë që fruti i frymës ka të bëjë, po flet fruti i frymës, që është ligji i Atit. Ky është fruti i frymës në jetën tonë. Sepse ligji doli prej Atit është i përjetshëm, Ati është i përjetshëm,
Ati ka karakterin e tia në ligjin e tia dhe karakteri i Atit shprehet në frutin e frymës së tia. Apo jo? Fruti i frymës është mirësi, drejtësi dhe në këtë rast vërtetësi dhe të vërtetë. Po, pikërisht atë që sapo pam, që ligji i Atit është në këtë rast i mirë, i drejtë dhe i vërtetë. E të thua që apostull thanë diçka të re, kjo kur ne shikojmë vargje të caktuara që interpretohen me të njëjtin apostull që shkrojti në atë parë dy kishte këtu, dhe masandaj kemi çfarë po i citon? Po citon ato që ai ishte familjar, që i kishte siç kishte në këtë rast të gjithë apostujt e tjerë. Prandaj fruti i frymës është ligji i tij i përsosur që konsiston në mirësi, drejtësi dhe të vërtetë. Drejtësi, dhe që në drejtësi është të zbatosh ligjin. Ligjin e tij të mirë, që është i vërtetë. Që është i vërtetë. Kaq. Ja ku ke të vërtetë. Ligji i tij është i vërtetë. Urdhrimet e tij janë të vërteta, është e njëjta. Drejtësia është e përjetshme, sepse ligji i tij është i përjetshëm, urdhrimet e tij të cilat ai ka vendosur të përjetshme. Si veçohemi neve? Si ndahemi neve? Me ligjin e tij. Që këtu në Gjoni 17, Mesia kishte edhe po e predikonte ligjin e Atit, po thoshte fjala jote që ti në këtë rast është e themeluar për jetë, urdhrimet, ligjin e përsosur, lutet që ti veçonte apostujt me anë të urdhrimeve të Atit, veçohesh, nuk ndjek festat pagane, nuk ndjek rrugët e kombeve dhe nuk mëkaton mos andaj në të mirën tënde të mundshme. Më lejo të shpreh diçka që duhet të flasim. Ati thotë që urtësia e tij që ishte me Zotin që në fillim, e thot hapërzi që urtësia e tij, thot unë urtësia isha në këtë rast, isha me Zotin që në fillim. Fjala vëmotë dhe urtësia, fjala e tij dhe urtësia dhe jo personat të vetëdijshëm, ato janë fjala dhe urtësia në këtë rast janë personifikime të atributeve të Zotit dhe Zoti mund të ketë atributet e tija vetëm. Dhe atributet e tija, karakteri tija, në këtë rast nuk janë personat të tjerë të vetëdijshëm. Urtësia dhe fjala nuk janë persona të vetëdijshëm. Janë atributet e tija, përbejnë sjelljen e tija, karakterin e tija. Kush është fjala dhe urtësia e tij që zbulohet neve. Dhe nuk janë persona të vetëdijshëm me koshencë, me ndërgjegje, por janë në këtë rast atributet e tija që shumë herë ne shikojmë në personifikimin që shikojmë ajo urtësia, ajo është një personifikim, është edhe në një strukturë si mund të ishte një person, por është nga ana analogjike, është nga ana e shëmbëtyrës lavdjatit. Urtësia dhe fjala e tij nuk janë persona të vetëdijshëm, janë atributet e Atit. Prandaj po ta shikosh ti në ekran, kur thotë që Zoti krijoi universin. Kush e krijoi? Zoti. Fjala e Zotit krijoi universin. Zoti krijoi universin nëpërmjet urtësisë. Tani këtu kemi të njëjtin person të vetëm që krijoi universin me anë të urtësisë së tij, që ishte brenda tija, brenda Atit. Prandaj shikojmë në zana filla 1, në këtë rast nëse dallohet të zana filla 1, po Zoti, në fillim Zoti krijoi qiellin e tokën, ai krijoi. Dhe toka ishte e patrajtë, e zbrazë dhe errësira mbulonte sipërfaqen e umnerës dhe fryma e Zotit fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Dhe pastaj Zoti tha, Zoti dekretovi, Zoti komandoi, u bëft të drita dhe drita u bë. Kush e bëi? E bëri Zoti. Zoti nuk kishte nevojë ndihmës ndaj një person tjetër jashtë për të krijuar universin e tij. Zoti ka fuqinë e tij me anë të krijimit të fjalës së tij.
sepse ndodhet brenda, është karakteri tij, është atributi i tij që e ka, ai flet dhe krijohet nga hiçi. Është fuqia e tij, lavdi emrit të tij. Tani, këtu pamën të njëjtën kohë që ishte fryma e Zotit që fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave, ati foli fjalën, masandaj fryma e tij në këtë rast krijoi dhe u bë drita. Doli prej tij, prej atit fryma e shenjtë. Nuk është një person më vete. Wake up. Atëre Jahwe Zoti formoi njeriu nga pluri i tokës dhe i fryu. Ka fryu. Në vrymat e undës një frymë jete. Fryma e shenjtës, fryma e jetës. Dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Shpirt i gjallë. Po ta shikosh fjalën e atij shpirti nga hebrejishtja do thotë nefes. Do thotë shpirti, vetvete, jetë, krijesë, person, oreks, mendje, qenje gjallë, dëshirë, emocion, pasion. Të tëra këto përbejnë vëllai përbejnë shpirtin. Përbejnë shpirtin, qenjen e njeriut. Që ati çfarë bëri? Formoi njeriu nga pluri tokës Adamin dhe masandaj me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që doli prej tij, ai fryu në frymat e undës së tij dhe ai njeriu u bë një qenje, u bë një shpirt i gjallë. Mori masandaj jetë dhe ai person filloi të kishte orekset e tija, mendin e tija, dëshirat, emocionet, pasionet e tija.